Pas më shumë se gjysmë shekulli, ish nxënësit e klasës së vitit 1970 të ish shkollës 8-vjeçare 7 nëntori vendosën të ribashkoheshin në një takim të veçantë. Merci për mu që sot në këtë ditë të bukur, e në festën e të mësuesit, t'i hapi dyert një profesori kaq nderuar, edhe një profesori në atë parë të shkollës Ismail Qarmali, dikur 7 nëntori. Shumë faleminderit. Për këtë 7 mars, ata udhëtuan nga emigracioni për t'i bërë një surprizë të paharrueshme ish mësuesit e tyre Luiz Shabani, por surpriza ishte dyfisht, pasi edhe vetë 91 vjeçari kishte ardhur posaçërisht nga Italia për këtë takim, megjithse dikur fëmijë e tani njerëz të rritur me jetë të ndryshme, zotni Luigi i njohu të gjithë. Fatmir Moqa. I modhi profesor. Miki Bot. Mandajna prindi juni. Besim Tuzi. Si kam. Profesor, si jeni? Faleminderit. Vjen mirë që ju shoh. Je shumë. Bravissimo. Veronika Cepi. Faleminderit. Momenti i rikthimit në bankat e shkollës u shoqërua me emocione të forta, nostalgji dhe lot gëzimi. Mësues Luigi u kujdes gjithashtu të përkujtonte nxënësit që sot nuk jetojnë më, duke nderuar me respekt. Faleminderit. Më vjen profesor seri i fort. Keni më fasu, mas 55 vjetëve, më ftoni mu, i mësuesi ka ndaj 2 vjetë e gjysmë me ju, me keqardhje. Për ata shok e shoqi që kena manë mes ne. I përjeqim më shkëtimit tyne. Zda nuk ka fjallë me përshkru. Shumë emocionale, nuk di me thonë. Kjo një ditë historike, i falenderoj profesorin që ka ardhur për Italijet për këto. Unë kam ardhur për Italijet, jem Modena, më kanë telefonu, ka një rast, i rrallë që kam një diçat të madhe në shpirë të në zemër. Nuk e disi me fol, nuk e disi me përshkru këtë event, nuk e disi me përshkru këtë person që në konë kam kënë zënë si ti, ka kënë për mua përsëris prap, ka kënë prind, ka kënë edhe mësus. Kam kënë një smur, më ka ardhyër të shpije me më pasi isë. Burri në rumë, mësusi në rumë, miku ma jafër të jemi të vazhdushme që e kam pasë. Në dalje teksa falenderoi drejtoreshën e shkollës Ismail Qemali për pritjen, mësues Luigi e ka edhe një këshill për mësuesit e rinj. Ishte janë vështira me punu në fëmijë, por thuja shoqeve e shokëve, kur vinin në shkollë, shifnin shkollën, shifnin fëmijët, e harroni shtëpinë. Ashtu është. Luiz Shabani mbetet një nga figurat më të shuara të arsimit në Shkodër, por kontributin e tij të çmuar në arsim dhe kulturë, Bashkia e Shkodrës e ka nderuar me certifikat mirënjohje.